Po më shqipni kusht ka qit me kry I ke pas qenë s'mo një anë Urat e dheo të tjërë shpinan Po, faleminderit. Se ishte shumë interesante kjo lajmi që u dëgjua lart e poshtë, naftë në Shpirak, domethënë të gjithë reagonin kështu, kishte reagime të ndryshme, po që unë interesova pak, mundova të gjej disa burime pak a shumë apolitike dhe më shumë teknike për të parë se si është për çfarë bëhet fjalë tamam, për të dalë pak nga ajo oratoria e zakonshme politike. Qoftë e mazhorancës, qoftë e opozitës, domethënë për të parë për çfarë bëhet fjalë. Po, domethënë Shpiraku ka qenë një zonë e cila që në kohën e Xhaxhit atëherë, që në kohën e komunizmit, dyshoi që mund të kishte burime nafte dhe unë nuk jam bërë domethënë shpime të mëtejshme sepse domethënë nafta ndodhet në thellësi shumë të mëdha, bëhet fjalë 5 deri në 6000 metra thellësi, që është shumë e madhe, konsiderohet shumë e madhe nga gjeologët, siç u tha domethënë. Në krahasim me Patos Marine Zëmshëmu që ka naftë dhe Bankers Petroleum që bën çmimet aty është 1500 metra diçka e tillë. Këtu janë 5 deri në 6000 metra, pra gati 3 fish. Ose më shumë se 3 fish. Kështu që është thellësi shumë e madhe. Çfarë do të thotë kjo? Domethënë, do të thotë që domethënë kostot për ta nxjerrë naftën janë shumë më të larta. Do të thotë në shkenca e nxjerrjes së naftës funksionon kështu që sa më thellë të shkosh, kostot rriten në mënyrë eksponenciale. Kështu që në qoftë se një pus nafte në Patos Marines kushton, po themi, nuk e di, 5 deri në 6 milionë euro apo më pak, këtu në Shpirak do kushtoj 80 milionë euro thjesht në ndërtimi një pusi. Rreth janë gjitha shifra, po themi, të parafërta. Dhe do të thotë që ne duam minimumi 3 puse për të vërtetuar ekzistencën e naftës dhe për të bërë testet e mjaftueshme, sepse me një nuk mjafton. Ky që u shpua tani i Shellit ishte i dyti dhe duhet minimumi 1/3 për ta vërtetuar. Më pas, kush është problemi tjetër? Problemi tjetër është problemi i kohës, sepse që të nxjerrësh naftë nuk është kaq e thjeshtë. Duhet minimumi 1 vit e para 6 muaj për ta hapur pusin dhe 6 muaj për testim, dhe një gjysmë viti tjetër për ta vënë në përdorim, domethënë, dhe të gjitha këto bëjnë që të themi, po themi, me të gjitha këto, domethënë hapja e pusit, shpimi, testimi, vënia në përdorim, ndërtimi i infrastrukturës së caktuar shkon 5 deri në 10 vite, themi nga ky moment. Nëse do ta vazhdojmë si histori, domethënë është një histori pak më koklavitur teknikisht se sa ajo që u parashtrua, se normalisht kryeministri ka të interesin që ta parashtrojë si një lajm të madh apo ku diun gjetje të madhe, po që është thjeshtësisht teknike dhe jo më shumë se kaq. Dhe për më tepër se aq ka vështirësi më të mëdha se ajo e Fierit, sepse Fieri për shembull është i lidhur me Vlorën, është shumë afër Vlora dhe ka afërsi shumë, po themi, lehtësi shumë të madhe transporti. Kurse ku diun nga Berati deri në Vlorë është shumë e larg edhe plus i terreni është më i vështirë, kështu që transporti gjithashtu është më i shtrenjtë, po themi, nuk mund ta lidhësh me tren siç bëhet nga Fieri, po duhen transportuar nëpërmjet rrugës. Domethënë për të rënë shkurt, është teknikisht një histori shumë e komplikuar që mos ta marrim dhe me aq shumë eufori, sepse duhen shumë kohë, domethënë, edhe për më tepër nëse është naftë e cilësisë lartë siç thuhet. Pra ata një puzë nxjerr gati 2-3 mijë fuqi në ditë, një fuqi me çmimin e sotëm është $80,000 po themi, dhe duhet minimumi 2 vite për të nxjerrë kostot e një pusi. Domethënë plus po themi kostot tjera, transporti, $80,000, po thu 80 ndoshta. Jo, $80,000 një fuqi po themi, dhe duhet jo, kaq sa. Domethënë bëhet fjalë për sepse çmimi ndryshon, janë gjitha këto janë me parafërsi, nuk janë të sakta, po që për të rënë shkurt që mos ta bëj shumë të thellë, është domethënë koha 5 deri në 10 vite, po themi, nëse është naftë dhe nëse është naftë e cilësisë së lartë, duhet po aq kohë domethënë që të nxjerret kostot e veta. Dhe nga aty fillon
që gjithë ajo që vjen mbi atë pastaj është fitim, cilën pastaj se si do shfrytëzohet, ky është muhabet tjetër, po themi është një histori e gjatë dhe e koklavitër, domethënë. Do ha me luk floriri, domethënë. Po bëhet. Ja, ta shtro vllai lumet floririt tash. Çuna lugë floririt, po fëmijët tanë, se ne ikëm, po që As fëmia jot, as fëmijëve të tu tash. Me që kemi tek Po kena special me rrit fëmijë më vlon, po rrisim. me gjithë ato po aft. Ja, ti them unë diçka me që kemi, me që duke gjithmonë nga atje ku pinim në kafe në vendi ku bojnë ata. Duhet të kemi parasysh që atje ku gjendet ajo në atë zonë që kërkohet, domethënë është një zonë që vitet e fundit ka lulëzuar si nga ana bujqësore si edhe nga ana turistike, për çudi. Është shumë afër lumit të Osumit, është shumë afër zonave të banuar, siç është Kuçova, që ata që kanë kaluar në Kuçova, se që kanë qenë, e din shumë mirë se ça ere vjen atje dhe në çfarë kushte mizerable jetojnë ata njerëz dhe sa lloj problemesh shëndetësore kanë etj. Po kjo nuk do të thotë asnjë gjë, domethënë për Beratin, sepse it's conspiracy time, domethënë duhet të kuptoni që kërkimet i bën Shelli, edhe kjo është një luftë korporatash e parafare, bankers versus Shell. Dhe fakti që Shelli ishte arsyeja e parë e këtij puçit në Nigeri apo në Niger, se nuk e gjithmonë ngatroj këto dyja, kush është njëra, kush është tjetra, edhe që është duke ndodhur tash që është pritet vala tjetër e këtyre refugjatëve, domethënë, jo vetëm që nuk na jep asnjë lloj shpresë, por është në të vërtetë shumë e frikshme sepse në shumë rrallë vende ka qenë Shelli drejt për drejt. Dhe ato vende kanë dalë saklëm mbas kërkimeve, mbas ndërtimeve. Nafta në Shpirag nuk doli dje, që e tha Rama. Nafta në Shpirag ka që kur kam qenë në klas 4. Që ata shponin edhe gjenin, ka pasur disa lloje të ndryshëm kompanish që kanë shkuar dhe kanë shpuar, është më thellë, normalisht, sepse është teren malor. Nëse ndonjë nga ju e ka parasysh, pavarësisht se gjithë mesi i Beratit është duket sikur është afër sepse është në ujë, po është lart si tokë. Edhe formacionet e tokës normalisht janë më të fortë se sa janë ato të pjesës poshtë të fierit, domethënë. Edhe ajo cilësia e lartë që trumpeton Rama nuk është cilësia më e lartë, është cilësia e mirë, por që të gjitha këto, e di si është kjo është një karamele mbas 40 ditësh agjerime, kupton? Nuk e di unë, mbushet barku i njeriu me këtë karamele apo jo, sepse ne nuk kemi asnjë lloj gjëje për to. Ne, domethënë, jemi vjedhur, as breket nuk na i kanë lënë, domethënë, edhe në qoftë se e marrim të mirë që në gjitha këto faktet e si përmendura, neve nuk do ja shikojmë hajrin në asnjë lloj momenti asaj nafte, sepse nëse do të bësh prosperitet për komunitetin, për shtetin, nëpërmjet resurseve minerale, materialeve, normalisht duhet të kesh përpunimin brenda. Dhe ne nuk sot e kësaj dite që flasim kemi 0 rafineri aktive me sa jam unë në dieni. Edhe në momentin që ti do nxjerrësh naftë do eksportosh, nuk ke asnjë lloj ndryshimi përveç ngjyrës së lëkurës me një shtet afrikan ku minohet kobalt edhe këto gjërat që bëhen për baterinë sot e kësaj dite. Asnjë lloj ndryshimi tjetër ne nuk kemi me këta, ne jemi thjesht unë fatkeqësisht në qoftë se kjo është e vërtet, unë kam më shumë frikë se sa në qoftë se nuk është e vërtet, sepse shpirtërisht përgatitem për të qenë kurbani i radhës i Shellit. Edhe ju ftoj të gjithëve, në qoftë se keni ndonjë ditë mërzitshme, thjesht futuni në rabbit hole-in e Shellit, kudo që ka qenë, edhe do ta kuptoni se çfarë pesti apo çfarë murtaje i ka vajtur Shpiragut edhe Beratit edhe Shqipërisë bashkë. Nëse mund të flas, unë kisha një 2-3 pika. Pika ime e parë është që ky është për mendimin tim është një lajm i mirë,
Do më thënë, po ta marrë në aspektin makro, sepse sigurisht që mund të ketë ndotje në Shpirak, në Berat të tjerë. Po nëse është e vërtet ajo që thot kryeministri që do kemi të ardhurat konsiderueshme 500 milion euro në vite të tjerë, mendoj se për një ekonomi anemike siç është ajo e Shqipërisë, një burim nafte është një lajm i mirë, sepse ne ndonjë plan Marshall nuk është se po na bëjnë për të na zhvilluar me ritme të shpejta. Edhe nëse kemi këto të ardhura nga nafta, atëherë vetëm sa do e ndihmojnë rritjen ekonomike. Edhe mos harrojmë që kemi të bëjmë me vendin më të varfër në rajon, pas vetëm Kosova mund të jetë më e varfër se ne. Jemi shumë larg GDP-s per capita të vendeve të Europës. Edhe rajoni po na e kalon në mënyrë sistematike, Serbia po edhe Maqedonia e Veriut. Kështu që unë po e mendoj pak afatgjat, nuk po mendoj sikur kryeministër tjetër Rama, po kushdo tjetër që tjetë, do ketë një armë në thonjza më shumë në dorë për ta shfrytzu, edhe nëse do ndodhë ndonjëherë që të ketë ndonjë revolucion popullor apo ndonjë parti me prirje populiste apo të majta apo nacionaliste, gjëja e parë që kjo mund të bëjë është thotë ne duhet nacionalizojmë naftën se është pasuria jonë. Edhe për ta lidh pak në atë që përmende ti Bleon për konspiracion apo për politikën e jashtme për këtë grushtin e shtetit që ndodhi në Niger, është e vërtetë që këto vendet e Afrikës kanë vetëm burime, por mos harrojmë që vend i cili ka vetëm burime është edhe Arabia Saudite. Edhe Arabia Saudite pa inxhiniera, pa industri, pa asgjë, vetëm me atë naftën e vet, arrin edhe e luan lojën edhe mundohet bëj po ja arrin të bëhet faktor në politikën e jashtme edhe ta bëj lëmsh gjithë lindjen e mesme. Tani unë s'po them që gjithë futbollistat nga Europa i bleu Arabia Saudite, mori edhe Cristiano Ronaldo. Tani unë s'po them që ne do bëhemi faktor madhor lojtar në Ballkan, por po them që shteti jon, sepse naftën do e menaxhoj shteti do i bëj kontratat me Shellin apo me këtë gjë tjetër. Do të thonë shteti jon, politika jon do e ketë një instrument më shumë në dorë, edhe ata që protestojnë do mund të thonë ja, ne kemi pasuri nga nafta pse jemi të varfër. Kështu e mendoj unë në afatgjat. Pastaj për rafinerinë jam shumë dakord, do të thonë nuk mund të pretendojmë zhvillim pa patur industri. Do të thonë rafineria duhet konsideruar edhe si aset i sigurisë kombëtare. Ne gjejmë Shtetet e Bashkuara që thonë siguria energjetike lidhet me sigurinë kombëtare, pra për sigurinë kombëtare të Amerikës ne bëjmë luftë në Irak. Kështu që mendoj se rafineria e naftës duhet konsiderohet si edhe aspekti i sigurisë kombëtare apo i ekonomisë kombëtare më saktë, edhe të shfrytëzohet në mënyrë strategjike, të investohet aty në mënyrë strategjike, edhe thelbësore për ekonominë tonë nga ana e shtetit. Edhe sa i përket këtij show që bën Rama që ja erdhi nafta e Shpirakut, mua më kujtohet që hidrocentrali i Skavicës do na nxirrte nga varësia energjetike, do na bënte eksportues, do na çonte në tjetër nivel. Hekurudha Durrës Tiranë do na çonte në tjetër nivel. Porti i Durrësit do na çonte në tjetër nivel. Domethënë Rama përpiqet gjithmonë që të ndërtojë një narrativ që shqiptarëve t'ju nxjisë imagjinatën, t'i projektoj këtu e 30 vjeç që do jemi të pasur, edhe mos u merrni shumë me aktualitetin. Lejeni këta ministrat e korruptuar, njerëzit e mi mafioz, mos u merrni me këta, se unë kam vizionin për t'ju dërguar ju në Europë, unë jam një artist, unë do e bëj këtë vend zhvilluar, unë i bëj kullat, po vetëm në funksion zhvillimit, që Shqipëria të ketë turist, që Shqipëria të jetë e bukur ashtu si unë kam në kokë. Të gjërat e vogla dhe të pista të aktualitetit, unë jam i detyruar të bëj duar të pis me këto, po sepse dua t'ju çoj ju drejt parajsës. Dhe hajde ndiqni vizionin tim, edhe pse unë jam i rrethuar nga kriminalat, s'ka problem, le të shkojnë ata në burg. Më besoni mua, pra nëse dikush futet te faqja e Ramës, shikon një Shqipëri e cila është rrallore, shef disa plazhe të bukura, shef investime, nuk shef asgjë nga Shqipëria reale. Dhe mendoj se është një pilul cilën shumë njerëz e hanë, ndonjëherë edhe emigrantët e hanë, se ata që janë në Shqipëri s'ma merr mendje që e hanë shumë me rrogat 350.000 lekëshe. Por mendoj se është pjesë e narrativës, edhe unë mendoj se edhe Rama po sundon, se tani ndoshta po e bëj shumë politike, po nga ana teknike nuk është se marr vesh shumë nga nafta, s'marr vesh fare.
Por unë mendoj se Rama po sundon. Domethënë pasi ka fituar zgjedhjet, pasi ka ndërtuar një sistem patronazhimi kapilar, pasi ka nënshtruar bandat ose më saktë i ka vendosur në funksion të vetin, pasi me sistem zgjedhor ka penguar çdo lloj lëvizje të re që dalë në pah, pasi me mediat e veta kontrollon opinionin publik, pasi shoqërinë civile e ka ulur 90 gradë që i bën shërbim vetëm atij, përveç 2-3 organizatave që kanë ngel pavarë. Pasi opozitën e ka shkatruar, po edhe e ka korruptuar, siç e pam me këtë Mount Tirana, i ka bler, i ka fut te xhepi i vogël. Domethënë, shqetësimi i vetëm i atij mund të jetë ndonjë revolt popullore që vjen nga pakënaqësi, nga ndonjë vrasje, nga ndonjë rast kështu katastrofe. Marrëdhënie me ndërkombëtarët i ka të mira, kështu që unë shikoj atë, domethënë nuk shikoj ndonjë gjë në logjikën e tij, çdo gjë është lineare. Ai mjafton çdo diktator gjithmonë i ka folur popullit vet për sipërmarrje të mëdha, për industri të madhe, për arritje të mëdha që populli jon do shkojë, nuk e di se ku do shkojë përpara në histori. Edhe njerëzit janë ftuar që mos ta shikojnë realitetin, ti mbyllin hundët në emër të asaj që do arrijej nesër. Edhe në komunizëm do arrijej parajsa gjithmonë vinte nesër. Sot ishte ferr, po sot duhet ta vuash këtë ferrin që të shkosh nesër në parajsë. Në fakt njerëzit po të ishin pak më të vetëdijshëm do e kuptonin që realiteti tregon për të ardhmen. Nëse ti sot po qeverisësh me korrupsion, nëse ti sot po qeverisësh me banda, nuk do kesh një të ardhme të ndritur, do kesh një të ardhme që e pjell korrupsioni dhe banda. Kështu që do duhet i kërkonin llogari për të ardhmen, për të tashmen, jo për të ardhmen. Por ai është një mjeshtër për ta vendosur debatin publik aty kudo, sepse ne tani po diskutojmë për Shpiragun, do duhet ishim duke diskutuar për Ilir Beqen apo nuk e di për çfarë skandali është e tij. Ai është ekspert për ta imponuar debatin publik dhe ne jemi të detyruar të shkojmë nga brapa. Po, jam fjalën e Astridit se pastaj unë duhet ta prek pak anën teknike për sa i përket naftës, po të flas një Astridi pastaj. Jo, kjo puna nos që na po diskutojmë që po flasim për kosto, po flasim sa vite na duhet me i marrë fitimin e tjerë, mungesën e rafinerisë, edhe pazaret që mund këtë bëha, domethënë qeveria me kompaninë që ka bërë shpimin. Disa që punë jonë, ne po flasim këtu është si ajo shprehje që thotë të nusja hajnë e pinë të dhënë rigja nuk dinë, domethënë ata kanë filluar me harë me pi. Ne jena të dhënë që na s'dim gjë, s'kena me ditë gjë kurrë, kupton? Ata pazaret i kanë bë vetë ato. Edhe ne nuk jena të përfshim në atë, kështu që ka përshtypjen që duhet mi dhënë vetit më organizu, me hellposhtë këtë kas politike që kena se jo naftë në Shpirak të dalin, po edhe diamantat dalin mi tokë, ne s'kena për ta gëzu i qindarë për ty në përsa po të kene këtë kas politike. Kështu që kam përshtypjen se duhet mi dhënë pak vetit. Ka që isha. Unë duhet të preki pak këtë pjesën teknike në qoftë se what if-in, e ke parasysh se shiko, unë jam i fundit që kam qef to politikat majtiste, kështu jo mbrojtje, jo taksime, jo leshi preshi, por edhe jam goxha liberal edhe konservative dhe dua që të ketë sa më shumë nisma investime dhe shfrytëzime të resurseve. Problematika është sepse Shqipëria ka një historik le të themi të mirë, ka portfolion më të mirë për sa i përket shkeljeve të ligjit dhe ndotjes së ambientit dhe shkatërimit të çdo lloji gjëje të mundshme. Kështu që duhet të kuptoni faktin, nëse do i marrim gjitha ato gjërat që ne sapo tham të mirë që në, se do kthehemi prapë te politika pastaj, ne kuptojmë faktin që Berati ka vite që kalon në thatësi, në Berat, në tokat bujësore që prej Marsit mund të fusje krahun deri në supë në të qarat e tokës dhe duke u nisur nga sa shumë ujë kërkon nxjerrja e naftës, domethënë kjo do të ishte katastrofale për Beratin, edhe pavarësisht se nuk e di se ku lexova një nga ato ditët që po thoshin që është lumi është shumë afër. Në muajt e verës lumi Osum është si lana,
në shumë pjesë të veta për shkak të asaj bogovës që është furnizimi i ujit të pishëm për shumë vende, për shkak të ujit bora, i Fidel Ylli që shitet jashtë edhe nuk ngel asnjë pikë në Shqipëri etj. Edhe normalisht gjithë shkrirja e borës që vjen nga Tomori nuk është si më përpara, kur lumi ishte i bollshëm edhe në verë edhe në dimër po. Kështu që në dimër shikoni ato përmbytjet që dilnin atëherë në ekranet televizive, edhe në verë e kalon në këmbë, domethënë se nuk të gjen gjë. Kështu që duke u nisur nga mënyra se si janë bërë këto projekte të shfrytëzimit të resurseve në Shqipëri, në qoftë se nuk do ketë një plan edhe në qoftë se nuk do niset me këmbën e mbarë që nga dita e parë ky lloj projekti, edhe atë pak gjë që ka Berati por të ofruar, ky do japi atë shkelmin e fundit që do rrënoj komplet se Berati tashmë ka vdekur, që për ata që nuk e dinë. E vetmja gjë që mund të shohësh në Berat tash është turist gjerman, ka më shumë turist gjerman kur unë shkova se sa njerëz shqiptar që sillen vërdall qytetit. Kështu që në qoftë se kjo gjë nuk do bëhej ashtu siç duhet, duke u përputhur gjitha normave, që duke u nisur nga Shqipëria dhe kultura e shellit, nuk ka për të qenë ashtu, do ishte ai kapaku i arkivolit të këtij qyteti që unë e dua shumë. Nexhi. Po, faleminderit Blon. Po, domethënë pak a shumë ditën që do thoya edhe unë, po te pjesa e parë fola më shumë për disa shifra duke marrë parasysh ose duke vënë shpiragun suedi, po themi, në kushte ideale dhe duke marrë parasysh që njerëzit do ishin të interesuar ta shfrytëzojnë maksimum dhe prap nuk duhet të ishim shumë euforik. Tani duke futur edhe faktorin që ai është në Shqipëri, duhet ditur si funksionojnë qeveritë tek ne dhe njerëzit e tjerë, jam dakord me Astridin pak a shumë që tha që ne nuk e dim fare ç'a ndodh mbrapa nesh, mbrapa perdes, domethënë, edhe duhet ditë dhe këtë gjë, kjo më bën akoma më pesimist dhe kështu që kjo histori e shpiragut është si një pikë në oqean dhe nuk besoj që ka fare, domethënë përfundimi është ky që nuk ka arsye për të bërë euforik ose për të festuar, domethënë, nga historia e naftës së Shpirak. Kjo ishte e gjitha që duhet të thoya. Ore nuk ka asnjë lloj shpiragu që e bën Shqipërinë. Po nuk u bë individi si njeri vetë që të filloj të ngrej pyetje edhe të plasi nafta, edhe 1 metër larg tokës të jetë, nuk ka shanse të bëhet vendi. Për të rëpruar Petros, sepse ti nga Berati një pyetje. Por shpiragu është ai mali që ka shkruar Enver, Xhaxhi Envera, çfarë është një kështu? Po, fiksa është. Tani e kanë shkruar Never. E kuptova, domethënë, po. Pritin ja 2-3 vite se do bëjmë Edi Rama. Amaneti fundit, po. Ka lënë gati atë naftën. Blona, pat me ta bëj sugjerim vëlla. Urdhë. Do ta bëjmë i kështu, ta bëjmë si tip fushate sensibilizuese për njerëzit që me sloganin kur do mbledhemi që një ditë diskutojmë që do na bëjmë adventure për zotin e shtot në kështyet më. A kena mundësi me bëj diçka tjetër se kur do mbledhna, kur do vendosim ne si shqiptar më mbledh, edhe me ndërmarr me bëj një veprim, domethënë me shku drejt asaj gjaje. Me shku drejt ndryshimit, sepse ne vetëm po rrimë diskutojnë, më thon, bombat e famshme të politikës shqiptare dita mas dite. Për çdo ditë ka nga i tërë. Deri kur do ne vazhdu kështu, domethënë, deri kur do vazhdojmë të diskutojmë fenomenet, jo t'ja lëm fajin njënit ose tjetrit dhe në fund më zgjidhem asnjë gjë. Pa basi lëvizje, pa basi lloj rezistencë kundër kësaj kaste që është në pushtet në Shqipëri. A kena mundësi me bëj diçka? Aty ke partitë e reja mbështeti. Po i mbështes, po nuk i kam këtu se janë atje, se unë jam larg, nuk jam në Shqipëri. Nuk i kam këtu. Se ti kem këtu i mbështes edhe. Mbështeti financiarisht. Po mirë, po i çojmë lek, inshallah s'po i lejnë kompjuter edhe këta si të tjerë. Shiko, Astrid, e di unë, domethënë ne kuptoj hallin tënd, nuk është larg as vëmendjes as zemrës. Nuk është halli jem kjo halli ton ne, e kuptoj se. Atë thash. Hallet e mia as vëmendjes as zemrave tona, domethënë, po ideja është që
nga diku nis çdo gjë më, e kupton? Edhe kjo kohë që marrim ne për të diskutuar me njëri tjetrin këtu, pavarësisht se në një pjesë, në një përqindje të saj mund të jetë kështu echo chambers, domethënë, po që e ke parasysh mbase është dikush këtu që mund të jetë një politikan i arshëm që dëgjon, e kupton? Mbase frymëzohet ndonjëherë. Le të Se shpresojmë. me këto mjete kemi, e kupton? Me këto mjete që kemi mundohemi të lejim kohën të bëjmë Ore, të diskutojmë. organizata e migrantësh ka në Itali, ka në Gjermani, ka kudo, mjafton të aktivizohesh në to. Po pra, Petro, mbase duhen shikon, a një si ide e ka mira, se mbase duhet dokumentuar këto me i fut me i post, me i postue te Lolita, ti postoj edhe unë te podcasti, domethënë që ku mund të aktivizohet njerëzit. Ore, me që ekzistojnë organizata të tilla, keni mundësi ju dy domethënë që keni fije ma platforma të madhe, me ne thirrë në për space të organizata që të flasim me njerëz që ta marrim vesh edhe njerëz tjerë që ekzistojnë të organizata, ta shpalosin një farë programe që mund kenë të organizata, ose qëllimin e tyre, ose zgjerojnë antarësinë të paktën. E ke parasysh nëpërmjet mediave, se kjo është media tash, nuk ka më televizor, domethënë mediat janë të media sociale. Kështu që kam përshtypjen që edhe ju po t'i ftoni në diskutime. Ide e mirë është për në Amerikë më të organizuar se bëjnë edhe atë paradën. Ka qenë edhe një Marko Kepi që është kështu aktivist edhe ju fut politikës deri diku. Në Amerikë janë më të organizuar se kudo, në Britani të madhe se di me thënë drejtën, s'kam informacion. Janë underground atje. Kënë underground neve. Vende si Italia dhe Greqia ka shumë organizata të tilla, por nuk është se merren me politikë detyrimisht, thjesht merren me ndihmën ndaj emigrantëve etj, po kam përshtypjen se duhet mi ashtu, duhet mi si më thonë ty, duhet mi shpëtit pak, ose mi çuna drejtim nëse nuk janë si gjithmonë nëse nuk janë. Është ajo që është ka promovu votën e emigrantëve, ja harrova tash se si quhet, e përmenden ata të Thurjes. Është një organizatë që merret me këtë punë. Po, duhet me kërkuar me gjet pak se nuk vin të gotë. Jo, absolutisht, po unë them si ide kishte kanë mirë me punë space, domethënë që me informu edhe njerëz të paktë ata që kanë dëshirë me bëj diçka që të grupohen ose gjejnë kontaktet në vendet ku janë ata që janë jashtë paktën, qoftë Amerikës, qoftë Anglisë, qoftë Italisë ose Gjermanisë, pak rëndësi ka ajo. Them kishte kanë ide mirë me thënë për space, na i këtë drejtare kena informacionit të saktë, sepse më nisë patë që ato televizorit lumshin kratë. Po, do flasim me Petron edhe minimumisht do bëjmë do i dokumentojmë edhe ti reklamojmë një herë edhe pastaj avash një nga një edhe pse jo ti ftojmë në Space apo për të kthyer teknikaliteteve që po përmendim çfarë që përmendi Petro, domethënë Arabia etj. Arabia Petro ka rafineri, po do të kuptosh dhe faktin që këtu e 20 e ca vite përpara që ishte bumi i punëtorëve europian në Arabi edhe në Emiratet e Bashkuara Arabe edhe në Kuvajt etj. Vllai dashur ishin gjithë inxhinier nga Europa që vinin ndërtonin facilitetet atje, që ndërtonin rafineri, që ndërtonin godinat, që jepnin mësim, që shkollonin brezin e ardhshëm atje, që sot e kësaj dite kanë arritur në pikën kur ata shumicën e punëtorëve kanë të tyren, edhe ata që nuk e plotësojnë e marrin krah të lirë pune nga India dhe këto vende tretësore, katërsore. Pavarësisht se India këto kohë të fundit është kështu në cocaine rush, domethënë ka ecur fort, po që ideja është që ata e kanë ndërtuar sepse ata kanë një gjë që ne nuk e kemi dhe s'kemi për ta pasur asnjëherë, se cilësinë edhe mund ta kemi. Ore ja kalua me cilësi. Edhe era e Arabisë. Po ne nuk e kemi asnjëherë atë lloj volumi që kanë ata. Edhe as nuk, domethënë nuk krahasohet fare. Nuk të plas ndonjëherë nafta aty tek obori i shtëpisë kur del për të pirë kafe në mëngjes. Kështu që domethënë janë dy realitetet. Po e morë si shembull për të thënë që nafta mund të rrënoj, po mund të bëjë edhe faktor politik apo gjeopolitik kaq se për të krahasuar nuk krahasohet. Shiko, po kjo faktori politik dhe gjeopolitik ekziston dhe një konspirim për sa i përket kësaj që thua ti.
është se Europa vetë, le të themi, në një pjesë të mirë ka dështuar me këtë projektin e saj ambientalist deri diku. Jo plotësisht, po të paktën jo siç ashtu ata e dëshironin dhe projektuan. Dhe normalisht po mundojnë që të krijojnë këtë pavarësinë energjetike në një lloj mënyre hibride që nuk janë të pavarur komplet, po mundojnë të gjejnë kështu burime sa më të afërta, domethënë sa më afër Europës, sa me që kanë vende ndikimin më të madh të Europës se sa vende si Arabia që siç e dim ne që do të futet tek ajo si e ka ajo me B. BRICS-i. Edhe ka kërkuar të futet te BRICS-i, është futa se di, edhe ka luajtur këto rolet, le të themi, kingmaker kohët e fundit për sa i përket disa politikave si të vogla ashtu dhe të mëdhaja, apo qëndrime, apo këto lidhja me Kinën etj. E ke parasysh edhe normalisht Europa tani i ka si ajo pula që kërkon kashtën kur i vjen veza mbyll dhe janë përpara. Është duke krijuar këtë, le të themi, duke përforcuar zonën e influencës, që përkthehet jo vetëm te nafta më, kupton, përkthehet edhe te mjekët edhe te se çani gjatë gjithë kohës ju se ikën mjekët nga Shqipëria për shembull, po dy fishi mjekëve kanë ikur me punëtor kështu, DHL-je, McDonald's, e ke parasysh është çdo gjë është resursi dhe normalisht përpara naftës resursi numër 1 është krahu punës, forca punëtore, njerëzit etj. Po Petro. Desha të them lidhje me këtë zonën e influencës. Domethënë unë e kuptoj zonën e influencës, por jo detyrimisht është gjë. Nëse Shqipëria apo Ballkani bën një lagje e Europës apo një lagje e Gjermanisë, edhe këtu kujtoj atë procesin e Berlinit që do na sillnin fabrika për shfrytzuar krahun e lirë të punës etj. Ta bënin një zonë të integruar ekonomikisht me njëra tjetrën, një zonë që nuk eksporton emigrant e tjera. Unë mendoj se kjo nuk është shumë gjë e keqe për ne, sepse duke parë rendin botror, Europa është një kontinent i privilegjuar. Se Shqipëria po të ishte në Afrikën e Veriut për shembull, askujt nuk do i plaste për ne. Për faktin që jemi në Ballkan, një zonë mund zemër të Europës, ndërmjet Greqisë dhe Italisë. Edhe një zonë që ka prodhuar probleme të mëdha politike, lufta parabotërore ka lindur në Ballkan. Dhe duke qenë tillë, dhe duke patur një perspektivë europiane, nuk mendoj se kemi një të ardhme të zymë. Mendoj se kemi një të ardhme më të mirë se që kemi pas më përpara, apo se që kanë pas prindrit tanë, sepse po shohim edhe Bullgarinë edhe Rumaninë me 1001 probleme që kanë. Për shembull, Bullgaria është një shtet mafioz, ku mafia është shumë më e fuqishme se edhe organizuar se në Shqipëri. Por e kanë shtyrë drejt Europës, Europa e ka thithur drejt vete, sepse ka nevojë edhe ta luftojë influencën ruse. Më thash, edhe Shqipëri në Bosnjë ka nevojë ta influencojë si influencën ruse ortodokse, po edhe influencën e Turqisë në rajon dhe fuqive të tjera. Kështu që ne kemi nevojë për ata kanë nevojë për ne, dhe unë mendoj se vetëm sa do rriten ekonomitë tona dhe plus fakti që do na kërkojnë standarde, mendoj se do na ndihmoj kjo për të pastruar një kast politike. Dhe vetë ai aki komuniter po t'i shohësh kapitull që ne do na duhet të hapim, këto indirekt shkojnë edhe në favor të popullsisë, sepse nëse ata të kërkojnë standarde për produktet ushqimore, apo në zbatimin e ligjit, apo standarde mjedisore, ajo sigurisht që ka implikime edhe për popullatën vendase. Sigurisht që Europa ka edhe një projekt kështu, po e quajmë neokolonialist, që do ta shfrytëzojë Ballkanin për krah të lirë pune, do ta shfrytëzojë si treg, po edhe ne e shfrytëzojmë Europën, e shfrytëzojmë për emigracion, e shfrytëzojmë për fonde të para aderimit, siç ishin fondet IPARD për shembull, që në vend që t'ia çonin bujqësisë, i merrin dhe jepnin miqve të vet për të ndërtuar vila. Kështu që nuk e shoh negative që jemi në zonën e influencës të Europës. Diçka tjetër që desha të them është lidhet me një argument që nuk e di kush e përmendi, Nexhi më duket, që e tha historia jep drejt të fortit. Dhe unë jam dakord me këtë argument, edhe nëse ne do i kuptojmë marrëdhënien ndërkombëtare, do shohim që nuk është se ka një ligj si në marrëdhënien ndërmjet individëve apo në marrëdhënien ndërmjet qyteteve brenda të njëjtit shtet.
marrëdhënia ndërkombëtare, duke mos pas një polic në thonjza apo një gjandar që mban rregullin, janë bazuar edhe mbi forcën kur vjen puna. Se nëse Rusia do kishte pushtuar Ukrainën, atëherë shtetet tjera do ishin përshtatur me faktin. Nëse Rusia pushton një pjesë të Ukrainës, prapë do bëhen marrëveshje ndërkombëtare dhe përshtaten me faktin. Kështu që ne duke qenë të ndërgjegjshëm për këtë ligjësi që e udhëheq politikën, po themi politikën e jashtme të vendeve, edhe në raportin tonë me Greqinë, edhe në raportin tonë me Serbinë, edhe me Italinë, me cilin do shtet, duke patur këtë vetdije, kjo mund të na ndihmojë që të na nxjisë të arrisim fuqinë e shtetit tonë, të arrisim fuqinë, kapacitetin ushtarak, kapacitetin ekonomik që është e rëndësishëm, kapacitetin njerëzor që mos ta lejojmë këtë katastrofë demografike të shpopullimit të Shqipërisë, e gjitha tjera. Domethënë mund na ndihmojë vetdia për këtë konceptin e të fortit në marrëdhënie ndërkombëtare, për të ndërtuar një mënyrë të re të organizimit apo të funksionimit të shoqërisë tonë, dhe për ta kuptuar që nuk ka drejt falas në kuptimin ekonomik, pas nuk ka një botë të drejtë kështu dhe të standardeve dhe të respektit. Secili shtet ka interesat e veta dhe ne duhet të mësojmë të bëjmë interesat tona. Okej, Ermali. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë si u gjeta. Për rreth gjysmëor ose pak më shumë ju ndoqa që flisni në lidhje me Arvanitës, me Belerin. Por domethënë duke qenë se ishte dhe tema e dytë, nafta në Shpirak. Është një temë shumë interesante se faktikisht unë që vi nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës, kam studiuar bioteknologji aty dhe kemi patur një lëndë në lidhje me kiminë industriale. Ka qenë interesante se si nën produktet e naftës me një destilim shumë të thjeshtë ndaheshin, pra kategorizoheshin shumë nën produkte nafte dhe shpenzimi i energjisë për të bërë këtë lloj destilimi ishte shumë i ulët. Edhe në diskutimet e sipër me profesorin Spiro Drushku, që sot është dekan i fakultetit, bisedonim në atë kohë dhe i thonim, a ka mundësi, domethënë që të ketë rafineri nafte? Po, tha, ka mundësi dhe do të ishte me një kosto shumë më të lirë rafineria e naftës, plus që ne do të kishim përparësi kundrejt edhe kompanive shfrytëzuese. Pra, kompanitë shfrytëzuese në Shqipëri thjesht e marrin naftën crudo ashtu siç del nga toka, e ngarkojnë në një cisternë dhe e distilojnë në vendet e tyre. Pra, domethënë ata përveç kësaj marrin edhe nën produktet që teknikisht nuk hyjnë fare në punë, por që përdoren për shtrime rrugësh, për stresa asfaltike e të tjera. Gjithë ideja është domethënë që produktet tona ose çdo shtet duhet që ndërton politika është se duhet i përpunojë në vendin e vet. Pra, domethënë hapen vende pune, zhvillohet edhe vetë industria, domethënë zhvillohet edhe vetë tek të rëndësishme universitare për studimin e naftës, për kategorizimin e mineraleve të ndryshme. E kështu zhvillohet edhe gjeologjia. Nëse nuk bëhen këto hapa, pra nëse nuk investohet në tregun vendas të universiteteve, të diplomave, apo dhe vetë administratës publike apo edhe private, ne nuk mund të themi që jemi përfitues të drejtë për drejtë të këtij zbulimi ose të kësaj gjetje që ka bërë Shelli shpimet. Pra, Shelli me politikat e tij sigurisht që synon që atë produkt ta rrëmbejë të gjithin edhe të kaloj, të jap një rend minerare që
duke krahasuar me rendën minerare të disa vendeve të fuqishme, ne 15%, domethënë 10% renda e përgjithshme plus 5% më duket vetëm për naftën. Në vendet e tjera kjo rend ishte diku në 85%, 90%. Pra një zhvillim kuptohet kolosal. Për naftën e ke? Po, për naftën. Është e pamundshme që të ketë rend 85%. 50-50 është marrëveshja më e mirë që arrin nivelet të zhvilluara, ndërsa në vende këto të Afrikës Veriut apo të lindjes mesme ju japin 80-20 ose 90-10. Po që ta taksosh 85% është e pamundur. Për mendimin tim. Tani vend prodhuesi naftës është edhe Amerika, edhe Meksika, edhe Venezuela, dhe detyrimisht, domethënë këta kanë një rend shumë të lartë minerare mbi naftën. Por që politikat janë luajtur të tilla, domethënë sepse kur është një kompani shumë gumshe, multimiliardere, siç është Shelli, që simbas disa informacioneve që mora, ishte një nga këto 7 motrat, në thonjza 7 kompanitë e ndryshme të shfrytëzimit të naftës, bashkë me Exxon disa të tjera, domethënë. Edhe këtë kishin një politikë shfrytëzuese derisa u ngrit një italian në vitet 1950, mos gaboj. Edhe ky krijoi domethënë trusin italian të naftës, dhe që aty filluan të kuptonin se përse të mos e shfrytëzojmë vetë fillimisht. Atëherë le ta shesim te pricën. Pra kjo është domethënë ajo që do të them, është po, është që le ta shfrytëzojmë vetë fillimisht. Ne domethënë e kemi mundësinë ta ndërtojmë rafinerinë dhe nuk kemi nevojë që ta importojmë. Pra ne domethënë do shesim naftë crudo të tipit D2, siç thuhet, rëndom, dhe do të importojmë naftën e cilësisë së parë sipas kastratit, sipas standardeve të kastratit. Pra me këtë jam më shumë që duhet ngrihet infrastruktura e zhvillimit për Shqipërinë dhe më pas të shikojmë domethënë eksportimin. Më pëlqeu një moment që theti Petro, që Shqipëria është një faktor, domethënë gjeopolitik, dhe duhet të di ta luaj mirë këtë. E pikërisht kthehem dhe unë prapë tek ajo që thash, domethënë duke ngritur vetë bazat, ti mund të bëhesh vetë faktor, sepse e para punës ti nuk importon, pra domethënë nuk nxjerr valutë jashtë. Duke mos importuar, praktikisht ti domethënë akumulon një lloj pasurie që ty të kthehet në një bumerang të mirë, që ti mund të investosh, mund të kthesh në një investitor të jashtëm, se në një investitor të brendshëm po që mund të kthehesh. Shiko, normal të shtoj diçka këto, si kam edhe burime të sakta, po kërkoj ndjesë se nuk mund të ndaj burimin për arsye të kuptueshme në arenën shqiptare, është se këto shfrytëzuesi shqiptarë, domethënë çfarë lloj kompanie që ka qenë, edhe kjo është 100% e sigurt pa dallim fare, si të jashtëm si të brendshëm, bile në shumicën e rasteve të jashtëm në bashkëpunim me ato të brendshme, kanë ngritur skema për vjedhjen jo vetëm të fondeve, por edhe të sigurimit të punëtorëve, edhe mos pagimit të punëtorëve në mënyrë të rregullt, nuk ka paguar asnjë taks. Bankersi për shembull ka një lloj skandali, domethënë gjyqi i shtetit shqiptar, me sa di unë, në vellon e medjave, edhe pa u përmendur akoma, është diçka akoma aktive edhe sot e kësaj dite, që janë me miliona për mos të miliarda lek taks për të paguar, domethënë që akoma sot e kësaj dite nuk ka ndodhur. Edhe unë përputhem 100% për sa i përket mendimit të ndërtimit dhe shfrytëzimit të brendshëm, sepse nuk bën sens që ne të fillojmë të bëhemi në kështu eksportuese etj, nëse e kemi edhe na duhet që edhe ta përdorim vetë këtë lloj resursi, por ideja është se
siç përmendi edhe Petro në fillim fare, më duket se e përmendi, apo nuk e di kush e përmendi, është se neve është shumë politike, pavarësisht se mund të kemi njerëz shumë të aftë, domethënë si inxhinierë, si njerëz që mund të mundsohen të ndërtojnë këto procese të ndryshme, domethënë që mund të sjellin të gjitha ato risitë e nevojshme. Ai shumë sa është e përfshirë politika, hajdutlëku, makuteria, mafia, leshi, dreqi, shejtani, domethënë zor se doja shofi njeri atë hajrin ashtu siç ne e duam, domethënë, e ke parasysh edhe se nuk bëjmë dhe pyetje ne. Unë habita domethënë se ti shpjegove disa gjëra në detaj që unë edhe nuk i dija aq në aq detaj domethënë. Por që është ajo që thot Petro në fund që ai e luan e hedh të mollën domethënë e sherit aty në mes e do merren njerëz me këtë tani edhe nuk bëjnë me pyetje fare sepse e ka fjetur mendin që ne kemi naftë cilësisë të lartë do bëjmë lek edhe do kujtohen prap të pyesin vetëm kur mos të bëjnë lek. Do thonë që ore pa me atë naftën çau bë. Edhe po dalim aty. Normalisht, do të është këtë normale mënyra se si luan letrat kryeministri. I ka në dorë më pëlqeu edhe një fakt që për një përmbledhje Petro të gjithë aspektit politik aktual që ne kemi vetëm kryeministrin dhe ai është e vetmja figurë. Po a nuk duket si një lloj forme që domethënë ata vende që kanë një interes mbi Shqipërinë kanë krijuar një lloj domethënë që barazie ose ekuilibri që Shqipërinë as nuk e tërheqin, as nuk e lëshojnë. Është pak a shumë si ajo shprehja që nuk do ta përmendim. Ideja është domethënë që këtu kanë investuar të gjithë krahët geopolitik që Shqipëria të qëndrojë në të njëjtin vend stabilizues, pra domethënë të jetë as i zhvilluar as i pa zhvilluar, të jetë një vend kaos, një vend ku vendet e tjera zhvillojnë luftra, madje do të perifrazoja një paralelizëm të viteve 1914, 1917, ku lufta botërore, domethënë e para, zhvillohej në vendet europiane, po ishte luftë diplomatike në vendet europiane se ato plumbat shkrepeshin pikërisht domethënë midis Shqipërisë dhe Kosovës, domethënë luftonin austriakët, luftonin bullgarët, maqedonasit që donin të kishin ata një shtet të tyre, pra një shtet tampon jashtë midis Greqisë dhe Bullgarisë, luftonin vetë turqit. Edhe kjo domethënë e bënte Shqipërinë një vend domethënë sa faktorizues për rajonin, aq edhe një mungesë domethënë totale e një identiteti. Në këtë jemi dhe sot. Ne të vetmin person ose të vetmën figurë politike kemi vetëm kryeministrin që ka një sharm, që ka një kulturë të gjithanshme, po kryeministri nuk jeton përgjithmonë. Kryeministri nuk është kumbi, nuk është shteti. Pra kryeministri është i vetëm aty. Ikën kryeministri sigur shahu dhe pastaj mbetet po prap ajo Shqipëri pas një lloj përkraje, pas një lloj domethënë pse sepse është tentuar që të luhet gjithmonë në njëjta politikë, pra që Shqipëria as të mos tërhiqet dhe as të mos lëshohet. Ky është një budallik, pra unë mendoj që ka ardhur koha që të jemi ne ata që të flirtojmë me të gjitha fuqitë e mundshme. E të mos jemi dhe aq jo po se pse duhet t'ja prishim Amerikës, jo pse duhet të jemi pro-perëndimor. Shoku pro-perëndimor dhe pro-serb të bëjnë apo pro-rus të bëjnë vetëm fuqia ekonomike. Pate fuqi ekonomike gjithmonë je i pari. Nuk e pate, atëherë ti vazhdo lëpiu amerikanëve, lëpiu europianëve, këtyre lëvizjeve LGBT dhe kaq mbyllet domethënë si kapitull. Po që nafta tani, domethënë dalja e naftës
Prap mendoj unë se është vetëm një kapitull i ri i domethënë kur s'kemi çfarë bëjmë le të luajmë derën. Bukur Din fort. diçka Blon në lidhje me këtë që tha Ermali? Po, thuaj se edhe që se edhe dolëm prap nga tema se ai na është bërë si pes, na është bërë si morti ai Rama. Kudo në çdo deg që futemi tek ai përfundojmë prap edhe do ta mbaj shumë atje. Kështu që të mundohemi të konkludojmë, e kupton se u bëm si Xhani pastaj me late night show. Vërtet është. Desha të them që nuk jam shumë dakord që ne as po na tërheqin as po na lëshojnë. Mendoj se po na tërheqin më shumë se kurrë në historinë tonë, të paktën dekadave të fundit. Edhe këtë tregon kjo drejtësia e re që u bën Shqipëri, e tregon hapja e negociatave, siç e përmenda për kapitujt e aki komunitare, tregon futja në NATO. Domethënë ne duket sikur po na tërheqin në sferën e tyre të influencës gjithmonë më shumë. Edhe mbaj mend që para shumë vitesh ne muhabete me shokët e kërkonim këtë, thonim, ore, po pse ne jemi vetmi vend që na kanë lënë pas dore. Domethënë këta bën Greqinë shtet, bën Serbinë shtet, i futën Greqinë NATO, e futën Turqinë NATO, ju dhan plan Marshall gjitha vendeve europiane, Jugosllavinë ndihmuan me borxhe në kohën e luftës ftohtë. Ne sikur na kanë injoruar dhe ne aty jemi, nuk është se jemi shumë larg Europës, aty e kemi brindizin përballë. Edhe duket sikur ata tashi po na japin dorën në një farë kuptimi, edhe dhënia dorës është edhe shtrëngim, sepse sigurisht që do kërkojnë edhe favoret e vet, edhe ne po e shohim me atë ujin që ja marrin Gjirokastër se japin Puljes. Po pastaj varet si e luan ti lojën. Po unë mendoj se ata po na tërheqin, edhe nuk është detyrimisht gjë e keqe. Lidhje me atë që tha për luftën e parë botërore, edhe aty kam një kundërshtim të vogël, sepse në luftën e parë botërore Europa luftonte në Verdun, luftonte, nëse ti e ke lexuar patjetër librin Asgjë e re nga fronti i Perëndimit, njerëzit masakroheshin kot në kot me gaz, me bajoneta, me artilleri, për të marrë llogore, për të marrë 1 kilometër terren. Edhe lufta që kemi bërë ne në kohën e luftës parë botërore është një komedi në krahasim me atë që kanë bërë vendet e mëdha. Edhe në raport me luftën ballkanike, unë kur kam lexuar mbi luftën ballkanike kam thënë është krejt e çuditshme se si ne kemi shtet. Sepse atëherë në kohën e luftrave ballkanike ne arrinim bënim maksimumin 20.000 ushtar, ndërsa Serbia, Bullgaria, Greqia kishin divizione, kishin regjimente, kishin edhe armata të tëra, të cilat i angazhonin betejë me njëra tjetrën. Serbia dhe Bullgaria në kohën e luftës parë botërore apo ballkanike kanë luftuar me divizione, me korp armata me njëra tjetrën. Po ti haron faktin se një pellaz gërsa për një divizion slav. Po edhe ajo është e habitshme se si kemi rezistuar për shembull lufta e Lumës. Disa fshatarë kështu janë organizuar me mënyra tradicionale fisnore baraktare dhe kanë luftuar me regjimente të rregullta serbe me artilleri dhe i kanë poshtur deri në Farmase, por fakti që ne jemi shtet është edhe pak vullnet i disa fuqive të mëdha, sidomos Austrisë, që kishte interes që mos dilte Jugosllavia në Adriatik edhe të ekzistonte një shtet shqiptar. Nëse për tek kjo është me interes edhe ajo puna Enrico Mattei që e përmendi. Enrico Mattei ka qenë një italian i cili e themeloi atë ENI që quhet sot, që është kompania kryesore e energjisë në Itali dhe e naftës që bën marrëveshje me Libinë etj. Dhe ajo pati shumë të vështirë për ta sfiduar sistemin, sepse sistemi ishin ato 7 motra që i përmendi Ermali, Shelli, Exxoni, Totali e këtë tjerat. Edhe Totali është francez, është ajo që shfrytëzon naftën në vendet Afrikës, edhe tani afrikanët po i dalin edhe kundër Francës. Te ky grushti i shtetit Niger pash që gjën e parë i kishin thënë ambasadorit francez të largohet, pra sikur po e sfidojnë pak neokolonializmin. Edhe ka qenë shumë e vështirë edhe për italianët për të futur në ato tregje, për të futur në Algjeri, në Libi etj, sepse edhe ky Enrico Mattei në fund u vra në një avion, u rrëzua avionin rrethana dëshimta dhe e vran. Është shumë vështirë për ta. Ta gjithmonë me aviona vritin nga dhe edhe ai Ukrainasi, ai që ishte ai kuzhinieri Rus është ai, është Ukrainas.
Po mendoj është mënyra më e lehtë për ta simulu si aksident. Ose kjo ose me aksident me makinë, po nejse. Edhe kjo që the, ata kanë partner vetëm kryeministrin dhe duket sikur s'është askush tjetër. Unë mendoj se këtu ka faj edhe jo shoqëria aq shumë, po opozita shqiptare, sepse opozita shqiptare nuk duhet ta lejë kryeministrin si interlokutor të vetëm të tyre atë Edi Ramën. Domethënë duhet vendosin një njeri normal nga trut në krye të saj, një njeri që nuk është në dosje, një njeri që nuk po e quajnë të korruptuar dhe hajdut, edhe një njeri që e do populli shqiptar, nuk ka antipati për te. Po nëse opozita do vazhdojë në këtë lloj mënyre me njerëz të cilët janë të diskredituar politikisht dhe shtyjes sa ta shtyjnë duan më shumë mbijetojnë se sa të jenë alternativë për të ardhmen, atëherë sigurisht që Rama do jetë interlokutori vetëm dhe ne do ha miza në përspesa duke thënë o sa e keqe autokracia. E fundit fare lidhje me orientimin pro-perëndimor, mendoj se është e drejtë që ne të përpiqemi të marrim investime edhe nga Kina dhe nga arabët, pse jo. Por orientimi pro-perëndimor është i detyrueshëm për ne, sepse për shkak të historisë, për shkak të pozitës ku jemi, domethënë jemi të dënuar në thojza të shkojmë drejt Europës, edhe drejt vlerave që Europa ka, liberalizmit, shtetit ose drejtës, demokracisë përfaqësuese, e gjitha me radhë. Mendoj se gjithsesi kjo nuk na pengon që të bëjmë politikën tonë edhe në rajon edhe me shtete tjera nëse kemi nevojë për investime, por mendoj se na ndihmon shumë nëse ne përpiqemi apo nëse ne luftojmë me qeveritarët tanë për t'ju afruar idealeve të Europës. Kaq edhe mbylla Blon. Po mbyllim se edhe fluturuam shumë. Ne kishe diçka për mbyllse për të thënë apo me thënë drejtën, jo, për këto që u thanë tani në fund, s'kam një gjë, me thënë, thjesht që mos përsëris veten për çështjen e këtij zbulimit madh në thonjza. Me thënë, siç u tha, është, me thënë, nuk është gjë e re, është e vjetër, dihet, i thënë klas 4, po që unë dëgjova që ka dekada të tëra që dihet si gjë. Aty ku nafta, ku kafja mban erë naftë, domethënë. Nëse shpimi është nga klasa ime 4, po edhe në verje ka pas dokumentuar. Pra ka qenë, po s'kam pas teknologji. Nëse, domethënë ajo që u kuptua, ajo që unë e dija, po që u kuptua edhe nga biseda këtu që domethënë nuk është në një gjë, në një zbulim i madh që ne do na bëj të pasur apo ku diun Berata si do jetë ose Berati do bëhet si Dubai pas 20 vitesh. Unë nuk kam në një shpresë të tillë ose që do shfrytëzohet për mirë etj. Shpresoj ta kemi gabim edhe kohat na ta tregoj që kemi gabim. Po që përveç kësaj asnjë gjë tjetër, domethënë thjesht ju falenderoj për Cristiano Ronaldo me los për Tomorin. Po, marrim çuni Cristiano Ronaldo dhe Messi do luaj për Tomorin në brezin e ardhshëm. Po që për ta mbyll fjalinë e fundit, ju falenderoj për ftesën dhe për mundësinë për të shprehur, për të folur për këto tema në space-in tuaj. Edhe asnjë gjë, ju falenderoj. Bukur. Hajde pra, uroj qa kush ka ngel beqar, gjeci nuse nga Shpiragu. Faleminderit që ishit në këtë hapësirë publike. Petro, nuk diskutohet fare, vllai dashur, faleminderit gjithëve që dëgjuat, sidomos edhe juve që ngelet deri tani në fund, jeni jashtëzakonisht shumë të mirë, edhe do ridëgjohemi herën tjetër, deri atëherë, qofshi mirë që të gjithë. Natën e mirë. Faleminderit dhe Ermalit që u fut edhe nuk ka arriti të fliste kurrë. Ai është duke driver me shumë mundësi. Faleminderit, natën gjithëve. Ciao. O shqipni kusht ka qit me kry I ke pas qenë o një anë urat e dheo të tjërë shpina